realisht kundër kandidati, po vjen keq me thonë, po nuk e din as son zonca i kanë shkollat. Son zonca i kanë shkollat. Që janë kushtet e shkollat, sepse kipi thotë ata unë jam punoj në arsim. Pjesa më e madhe e nxënësve ose klase janë 10-15 nxënës në për klasë. Edhe ju keni krijuar shumë kushte. Në secilën shkollë, po qeverisjen e keni pas, Ministrinë e Arsimit edhe ministra nuk e din kushtet. Çfarë keni bërë në komunë ju? I kemë marrë këto objekte, i kemë renovu, së fundi kemë bashkëpunu me biznesmen diasporës, duhet ta theksoj këto. Po e dini që në baza vullnetare atje po intervenuat shkolla për shkak që nuk keni intervenuar asnjëherë. Kanë shpreh gatishmëri për të intervenuar në shkolla ku ka pas nevojë. Dy biznesmen të njohur në Zvicër, në Gjermani. Komuna ka participuar në shumicën e projekteve, ka punu. Po atë duhet jenë vazhdimësi, sepse shkollat janë të nevojshme. Ku e ke programin për qeverit? Lutem nxjerr programin. Gazetarit me përgjigje. Lutem shumë nxjerr programin, unë po vi këtu me një program. Arsimi është pajisje. Nxjerr një programin. Ku e keni programin? Letrat i keni të mira. Ku e keni programin? Keni letrat e mira se po si flet kështu me fjalë këtu? Apo më keni kopjuar mua që kam premtuar dy qerë? Dejoja Mihajla, kush është ajo ka bëu projektet e mira juve, po na e di se çfarë. Në Arsem pajisje shkolla me teknologji moderne. Hapjen e një qendre rinore, cila i shërben, këtu i ki bursat për nxënës, po na letrat i kem këtu. Po nxjerrma një programin, apo më kopjon mu kur thëmë unë premtoj bursa për student, premtoj qelë më kopjoni mua. Po mirë që se më kopjoni të realizoni, sepse nuk keni realizuar asnjë gjë. Është mirë që se mi mërë. Jep janë edhe një minutë mundësi. Mua më intereson vetëm të më njëftu me banorët e shtërpsës se ty nuk njoj. Ta garantoj me jetë, jo me dishka tjetër. Ti nuk njojnë banorët e shtërpsës. Pjesa më e madhe e tyre. Po thënë kush është ideali. Besoj komentin. Merë lexoj komentin e debatit kaluar. A ju tregoni ju? Jo, s'kam arsye. Merë lexoj në Facebookin tim, ju kanë shpreh kush është ideali. Sa që s'njohin shtetërët atje, neve kemi qenë një herë kandidat për deputet. Po si duket ka pasur dy fish më shumë votacion. Lëreni le ta kryejmë pjesën e arsimit, ju lutna. Njohin shumë mirë. Këta janë ide të çështja e arsimit. Po ashtu ndërtimi fushat vogla, së fundi komuna e Shtërpsës ka bërë një fushë të futbollit në shkollën Osman Moni, do të vazhdojmë në dy... Do më thonë komuna e Shtërpsës ka investu në një shkollë? Komuna e Shtërpsës ka përfundua, ja? është projektit gjigant në cilën për neve është i jashtëzakonshëm sepse të shtunën të dieleve aty është atmosferë sportive, të ri, trejat, vjen 500 vetë bon aty dhe na jem pjesë të tëre. Unë çdo aktivitet. Nëse me vetë kundër kandidatin, a ka qenë dhe njerë aty? Normalisht që s'ka qenë se s'ka kuki. Mirë, tja opin ta. Letra t'i ka të mira.